Situata në territorin e qarkut Shkodër paraqitet e qëndrueshme dhe në përmirësim gradual në territorin e bashkisë Shkodër në zonën e Dajqit, verret e rënje nivelit të ujit, ndërsa urrellet e Shirqit nuk ka me prezencë uji. Aksi rrugori Obojtit vjen të ketë prezencë uji rreth 20 deri në 30 cm, por me tendencë rënje të vazhdueshme. Transporti i banorëve në zonat e prekura vjen të realizohet nga regjimenti i këmbësorisë së Veriut me një automjet me kalueshmëri të lartë dhe 5 efektiv të forcës armatosura. Në territorin e bashkisë Vauides, Malësia e Madhe, Puk dhe Fusharrës, situata paraqitet e qëndrueshme dhe nën kontroll, nuk raporton problematika apo situata emergjente. Sipas të dhënave të drejtorisë së ujitjes dhe kullimit Lezhë, nivelet e ujit në pikat monitoruese vijojnë të jenë në kodet kritike. Niveli i lumit deri në Baçallek është në kotën 7.2 metër, ndërsa lumi i Buna regjistrohet në kotën 8.30 metër në Pazar dhe 6.40 metër në Dajq. Hidrovodet e Velipojës vijojnë të funksionojnë normalisht dhe punojnë me kapacitet të plotë duke garantuar menaxhimin e prurjeve. Nga dereve Shkodër raportohet se nuk ka probleme me qarkullimin rrugor. Në akset malore rekomandohet qarkullimi me goma dimrore dhe ose zinxhir. Akset rrugore deri Razëm, Bog Qaftëthore, Theth dhe Hani Hudit Vermosh janë të kalueshme, por kërkohet respektim rigoroz i rregullat të qarkullimit, sinjalistikës dhe përdorimi i goma dimrore ose zinxhirëve.